shpresoj që asnjëherë nuk kanë me pas nevojë qytetarët e Kosovës me dalë me protestu për gjëra të tilla. Neve na shajeta të protestu gjë për shkak të padrejësive. Sot është dita e pavarësisë së Kosovës. Dhe është zeratin gjithë me juve gjithë qytetarët e Kosovës. E dyta, urimi im që shpresoj që asnjëherë nuk kanë me pas nevojë qytetarët e Kosovës me dalë me protestu për gjëra të tilla. Neve na shajeta të protestu gjë për shkak të padrejësive. Ne kemi përgjigjë thirrjes, unë besoj që shqiptarët e qytetarët e Kosovës kudo ku ka thirrje për të protestuar për drejtësi duhet me protestu. Shpresoj që ka marrë shpejt një ditë që unë mi pa qytetarët e Kosovës me protestu për drejtësinë këtu brenda Kosovë. Ne mos me pas nevojë më ato që ne ka ndodhur fatkeqësisht. Kjo një situatë e jashtëzakonshme, shumë e rëndë, shumë e keqe. Po besoj që do të jetë fundi me shpresën që atje drejtësia do shkëmbën, do të vlerësohen faktet dhe prova dhe përfundimisht jashtë politikës të vendosur ajo që ne e dimë se drejta ka qenë anën tonë. Në anën tjetër zyra e prokurorit të specializuar ka vendosur se ka propozuar një dënim prej 45 vitesh për secilin prej shkrerëve të UÇK-s dhe po bazohet në krimet e luftës që ata i kanë kryer në emër të UÇK-s. Çka do të thotë kjo për ju dhe ç'e vlerësoni? Kjo është detyrë e prokurorisë, normalisht prokuroria gjithmonë është njëra nga palët dhe ata kërkojnë, mbi bazën e angazhimit tyre, kërkojnë siç e kanë kërkuar dënimin maksimal, që ka ndodhur në rastin tim kur kam qenë hak, ka kërkuar dënim maksimal, por shpresoj që aty është një palë tjetër, pala tretë, e cila ka me bërë vlerësimin e drejtë e provave dhe fakteve, nuk kam ndiku politikisht dhe përfundimisht mi dhan meritën ato që duhet. Liria jonë, lufta e jonë shqiptare ka qenë e drejtë, tashmë e testuar edhe nga gjykata ndërkombëtare dhe vendore dhe mos harroni 99% e çështjeve atje janë të gjykuara, janë çështje që kanë marrë epilog gjyqësor nga instanca më të lartë gjyqësore dhe nuk ka çka pretesa të shkohet. Kështu që nuk ka çka pres është duke vlerësuar atë, ketë një vendim drejt dhe të niveltuar dhe si u tha mesendarët më të lartë të drejtësisë.